Grabitje si në filma në Itali, autorët marrin 400.000 euro nga automjeti i blinduar. Në orë të parë mëngjesit të sënës, 5 janar, një automjet i blinduar që transportonte para u sulmua në autostradën A14 në provincën e Qetit Itali. Sipas mediave italiane, rreth orës 6:30, një bandë e organizuar kriminale ndërmori një sulm të armatosur duke përdorur armë zjarri tymuese dhe mjete shpërthyese për të bllokuar qarkullimin dhe ndaluar automjetin e blinduar. Autorët dogjën të paktën 2 mjete në rrugë. Pas të shtënave me armë zjarri dhe një shpërthimi, sulmuesit arritën të hapin automjetin dhe të aksesojnë kasafortën, ndërsa punojësit ndodheshin brenda. Banda arriti të grabisë rreth 400.000 euro dhe më pas u largua nga vendngjarja. Fatmirësisht nga sulmi nuk raportohet për persona të lënduar. Policia ka nisur hetimet, por deri më tani autorët nuk janë identifikuar. Për disa orë, trafiku në këtë segment autostradës A14 ka qenë i bllokuar, duke detyruar drejtuesit e automjeteve të përdorin rrugë alternative.